apo shkojmë drejt një qeverie me pak numra e kushdo që mund të jetë aty, apo shkojmë drejt një qeverie që mund të vijë nga opozita e deri djeshme, apo zgjedhjet janë zgjidhja e fundit në këtë situatë. Dhe unë jam normalisht sikur i çdo herë i përkushtuar dhe do të marr pjesë, normale që do të përpiqem brenda kapacitetive të mia ta sugjeroj aktorëve që janë brenda këtij krejt që keni thonë ju korpusin politik që të gjetë zgjidhje, sepse siç thash ju në fillim, partitë mëdha e kanë shumë më lehtë që të shkojnë zgjedhjet kur doni. Ne partitë vogla kemi shumë vështirë dhe po dëshirojmë me çdo mjet me zgjidh problemin. Me zgjidh problemin, mos ta shkojmë në zgjedhje të reja, të cilat në këtë rast shkurt janë opsion më reale prej të gjitha atyre opsioneve tjera që të cilët keni thonë. Kur zgjedhet këtë vet apo në fillim vitet? Sipas me kjo pasi që shumë shpejt do të ishte se njerëz janë lodhur, do të thotë e kemi dy variante. Varianta e parë është diku deri në mes të dhjetorit, që është reale se pastaj e dini, kur niset prej 20 dhjetorit nuk ka punë aty. Ose fillim të shkurtit. Edhe fillim të shkurtit. Po, fillim të shkurtit. Dhe kjo është si më thon opsioni i fundit që të organizohet zgjedhjet fillim të shkurtit.